Pra ne kishim atë industri, nuk kishe nevoja t'i bënim në gjë të madhe se u bë. Çfarë ndodhi? E gjitha u shkatrua. E gjitha u shkatrua. Nuk e di, ajo është bën me qëllim, a është bën nga padia, a është bën nga ignoranca, apo ajo që ka ndodhur është krim. Pikërisht pra, këtë po them. Pra ky vend ka qenë uzina e precisionit në Korçë, ka qenë një moderne, ka qenë uzina e precisionit në Korçë. Ka qenë fabrika e ures në Fier, që ka qenë fabrika të reja fare. Në kombinatin metalurgjik në Elbasan ka qenë një fabrikë që u bë suedeze e re, fabrika nikel kobaltit. Të gjitha këto ishin investime të fundit që mund punojnë, po dhe kombinator traktorëve këtu në Tiranë. Unë në vitin 81-82 kam bërë praktikat mësimore aty, dhe ai kombinat në qoftë se e kujtoj mirë, po ndoshta njerëz që kanë marrë pjesë edhe kanë qenë pjesë ati kombinati e kujtojnë më mirë, më kujtojnë që kisha rreth 12 apo 13 torno gjysmë automatike. Në vitet 95-96, pra rreth 12-13 vjet më vonë, kur unë fillova bashkëpunimin në Itali me disa kompani të caktuara që prodhonin materiale, më mburreshin se kishin 3 torno gjysmë automatike. Wow. Pra ne në vitin 82 nuk ishte fjala vetëm makinat, nëse makinat edhe blien. Po ne kishim njerëzit që i punonin ato makina. Ne kishim profesionistët. U prodhua një traktor. U prodhua ndoshta me kosto të lartë. Po ishte thjesht çështje menaxhimi pjesa tjetër. Ishin njerëzit dhe makinat që arrinin ta bënin traktorin. Pra të gjithë kjo, shqyqyr që su prishin hidrocentralet, se aty jo kishim nevojë. Pastaj ti kujtove kanalet kulluse, kanalet vaditse. Po mirë, po druret frutor çfarë pune ju prishin? I ran plantacioneve me qershi dhe me vreshta, me moll. Me moll i bën, çfarë pune ju prishin? Ajo ishte pasuri e këtij kombi, ishin brezat të tërë që kishin punuar. Nëse ne s'do ta kishim shkatruar atë, sigurisht që tranzicioni jon ekonomik, jo politik, se politiku do kishte zgjatur, se politiku është këtu brenda, ekonomiku bëhet më thjesht. Tranzicioni ekonomik do kishte qenë edhe më i butë, ndoshta s'do kishim pasur as 96-97 e famshme, sidomos 97, se s'do kishim futur lek në firma piramidale, po të kishim pasur industrira, ndoshta s'do kishim pasur dhe eksode masive, po të kishim këtu fabrikat tona ku njerëzit punonin, prodhonin dhe eksportonin. Dhe do kishim qenë një vend, ne ishim një vend industrializuar. Do kishim vazhduar të ishim, ndoshta jo një vend industrializuar, po një vend me industri, me industri të lehtë, do siguronte, se për shembull metalurgjiku është një katastrofë, do nga gjithë vetim kur e shef kur vjen nga lart nga Peqini aty don një varrez, është varrez sot, por në momentet kur u ndërtua dhe si po tash të gjitha fabrikat që përpunojnë hekurin, këtë lloj pamjeje kanë. Nëse është vetë metali i tillë, pra vetë procesi i tillë, furnalta, gjëra, tymra që nxjerrin. Apo ajo fabrik edhe sot që mbahet atje, duhet plotësoj standardet. Pra ne kur themi do shkojmë në Europë, për shumë gjëra.